أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me këto mejlise të bekuara inshallahu taala, duke shëtitur në këtë kopsht të njerëzve të devotshëm brenda këtyre ajeteve kuranore dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat i ka grumbulluar me një mjeshtri të rrallë imami i madh Imam Neveviu rahimahullahu taala, dhe që na mundson neve në përmes këtyre mësimeve dhe porosive të ndryshojmë jetën tonë dhe udhëtimin tonë drejt Allahut madhërishëm, drejt jetës së ahiretit, duke u munduar dhe përpjekur që të fitojmë kënaqësinë e Allahut, të jemi ne të kënaqur me të dhe të fitojmë kënaqësinë e tij ndaj nesh. Jemi në hadithin e 4 në këtë kapitulli që flet për vlerën e pushtetarit të drejtë. Dhe hadithi 662 me radhë që nga fillimi i librit, ku Imam Neveviu rahimahullahu taala thot: "Wa an Iyad ibn Himar radiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ahlul jannati thalathatun ذو سلطان مقسط موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال رواه مسلم." Thot Imam Neveviu rahimahullahu taala, na rëfen sahabiu me emër Iyad ibn Himari radiallahu anhu, i cili thot: "Kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: banorët e xhenetit janë 3 lloje të njerëzve. I pari është pushtetari i drejtë dhe i suksesshëm. I dyti është njeriu i mëshirshëm, zemër but ndaj secilit të afërm dhe secilit musliman. Dhe i treti është njeriu i ndershëm në fitimin e pasurisë dhe i ndershëm në harxhimin e tij, dhe nuk lyp edhe pse ka familje që kanë nevojë." Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Pra dhe ky hadith vjen edhe e vërteton faktin se pushtetari i drejt, përveç përfitimi që ka në dynja, përfiton edhe pozitat larta tek Allahu Dhu Xhelal, e fiton xhennetin. Ky hadith në këtë formë e sjell këtë përshkrim të banorëve të xhenetit në një mënyrë shumë joshëse dhe tërheqëse. E para, momenti që neve kur e ndëgjojmë, ndoshta nuk ndalemi për me mendu. Mirë po kur thot një sahabi: "E kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam." Sot unë edhe ti, a mundemi na me ndëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Nuk mundemi. Do të ka qenë një specifik, një shpërblim, një dhurat, një veçori të cilën Allahu Dhu Xhelal ja ka dhënë sahabeve, shoqëruesve, shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj jo rastisht Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu thoshte: "Humul qaum ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyi." Janë njerëz të cilët i zgjodhi Allahu ta shoqërojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.
Pra nuk janë të rastësishëm, nuk janë të rëndomt, janë njerëz të veçantë, ashtu dhe pastaj me kalimin e historisë, ndodhit e tyre, veprimet e tyre kanë dëshmu se janë njerëz të veçantë. Sakrifica e tyre, imani i tyre, angazhimi i tyre, serioziteti i tyre, burnia e tyre, këtë e shumë ndodhi tjera kanë tregu se me të vërtet janë gjenerat e pa arritshme. Ashtu sikur se dikush për djetarëve musliman i ka përshkujt Gjejlun Ferid, gjenerat e rallë, gjenerat e veçantë, gjenerat e pa përsëritur. Edhe andaj, ne si musliman që jetojmë shekullin e 15 hijretit, edhe sot, edhe sa të ketë jetë mbi tokë, do të mbetet detyrë e jona me ndjek hapat e tyre. Më mundu me imitu ata dhe me detyru vetveten me kuptu fen si e kanë kuptu ata. Pse? Sepse për ta, për mirësinë e tyre, takvallëkun e tyre, kuptimin e shëndosht e tyre, ka dëshmu Kur'ani fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu Dhul tha: "Wa man yushaqiqi ar-rasula wa yattabi min ba'di ma tabayyana lahum al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kush e kundërshton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pasi që i bëhet e qartë e vërteta dhe udhëzimi, dhe nuk ndjek rrugën e besimtarëve të parë, atij i takon dëshkimi për Allahut të Xhelal. Andaj, pasimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndërlidhet me pasimin e rrugës së besimtarëve të parë. Pse? Sepse ata janë modeli më i mirë i realizimit, i kuptimit dhe zbatimit të fesë Allahut të Xhelal. Andaj na themi, duhet të kuptojmë Kur'anin dhe Sunetin sipas asaj që kanë kuptuar muslimanët e parë, sahabët, tabiinët dhe pasuesit e tyre. Sepse për ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum." Njerëzit më të mirë janë gjenerata ime, janë bashkohanikët e mi. Pastaj ata që vinë pas tyre, pastaj ata që vinë pas tyre. Andaj këta tre brezat të islamit, tre brezat e parë të islamit, janë brezat më të mirë të muslimanëve. Dhe pasimi rrugës të tyre është detyrë dhe obligim. Për këto arsye që i përmendëm, sepse ata kanë jetuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e kanë marrë fen prej kajnakut, prej burimit të pa njollosur, të pa përlym, të pa trublum. Tamam sa buron uji prej kajnakut, prej gurrës, prej burimit, është i pastër, është i kthjellët, është i këndshëm, është i shisht. E sahabët e kanë marrë prej burimit, prej Kur'anit dhe Sunetit. Aty sa ka zbrit, aty sa është thonë. E tani thot ky sahabiu, e kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Privilegj, veçori, përparësi që va ka dhënë Allahu dhullar atyre besimtarëve. Edhe kush e ka pastaj këtë shpërblim, edhe ata dietarët e hadithit që brez pas brezi janë marrë dhe ja kanë kushtu kohën edhe jetën hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj poeti pi dietarëve musliman thëjke, për dietarët e hadith, ahlul hadithi, ahlun nebiji, wa in lam yashabu anfasahum qad sahibu. Dietarët e hadithit janë shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse ata fizikisht e kanë shoqëru, frymarrja e tyre atë e shoqëron. Se vazhdimisht ata merren me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj nëse dikush e meriton
me qenë shoqëruesi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe pas vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, janë dietar të hadithit. Sepse krejti jeta e tyre shkon, qarkullon, graviton, lëviz rreth fjalëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, rreth veprimeve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, rreth përshkrimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj ahlul hadithi, ahlun nabiyyi, dietarët e hadithit janë familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse ata fizikisht e kanë shoqëruar, frymarrja e tyre vazhdimisht atë e shoqëron, duke e fillu ditën dhe duke e mbaru atë me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe elhamdulillah në çdo kohë ka pas dietar të hadithit, derisa në shekullin 15 me u kurorzu ky varg i bekuar i dietarëve të hadithit me muhadithët shqiptar, që me qenë krenari për ne, që në shekullin e 15 hijretit, kurora, mbretërit, princat e hadithit me qenë dietarë shqiptar. Duke fillu prej matë madhit në mesin e tyre Shekh Albanit, Muhammed Nasr Albanit, pastaj Shekh Shuaib Arnautit dhe Shekh Abdulkader Arnautit, të red djetartë matë mëdhejt hadithit në shekullin e 15 hijretit. Krenari për ne si musliman shqiptar, që ja kemi dhonë umetit islam këta burat të mëdhej, që e kanë shërby këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ma shumë se gjysmë shekullit të jetës së tyre. Secili në mënyrën e vet dhe nga kandi i vet dhe me trashëgimin e madhe akademike që kanë lënë pas vete. E lumë ata për shpirtin e vetë, lumë ata për atë dije që kanë lënë pas, edhe lumë për ata që vlerësojnë mundin e tyre, dhe luten për ta, dhe përfitojnë nga dituria që kanë lënë ata. E mirë për ata që tentojnë me denigru pozitën e tyre, me injoru kontributin e tyre, me nënçmu vlerën e tyre. Mirë për ata. Dhe elhamdulillah, edhe pas tyre, kanë vazhdu djetarët e hadithit me dhonë kontributin e tyre derisa mbet pas tyre njëri për xhallarëve gjithashtu të mëdhej, Abu Ishaq el-Huwaini, Allahu e mëshiroft, i cili para disa muajve ndroi jetë, po edhe ai ishte për nxënësve të tyre dhe njëri për kontribuesve të tyre të shkencës hadithit, se gjithë jeta e tij, shpirti i tij, këshillat e tija krejt ato lidheshin me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Normalisht para atij vdish në fillimin e pandemisë edhe njëri prej nxënësve të Shekh Albanit në Jordani, Shekh Ali Hasan al-Halabi, Allah i mëshiroft gjithë ata që kanë vdekë, e Allahu jep shëndet e bereqet atyre që janë gjallë, e ka me vazhdu ky karavan i shkencës hadithit sa të jetë gjallë kjo botë e sa të ketë njerëz mbi këtë tokë. Dhe falenderojmë Allahun e Madhëshëm që edhe këtu në Shkup të na kina fillu këtë mexhlis tash e 15 vjeç, veç kemi hinë 16 vjet me u shoqërue me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo që e jemi në nivelin e tyre, po thjesht mundohemi me u përngjatë atyre. Ashtu siç tha Imam Shafiu rahimahullahu taala, uhibbu s-salihina وإن لست منهم أحب الصالحين ولست منهم وأرجو أن أنال الشفاعة بحبهم. I dua burat e mirë edhe pse s'jam si ata, e inshallah fitoj ndërmjetësimin e tyre me dashurinë që kam për ta. Andaj ndoshta na nuk arrim gradën e atyre dietarëve të hadithit, po nga dashuria jonë që kemi për ta, e kemi nis këtë rrugë që m'ja shpjegu popullit shqiptar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me ja afru atij këtë begati, këtë pasuri, këtë dhurat që na kalon trashëgim Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. O vëllazër, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk la pasuri, pas të cilës vrapojmë gjithë na. Nuk la pallate e shtëpi, nuk la toka e ari e sermi, por la pas vete dituri. Edhe kush don me marë prej asaj trashëgimisë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duhet me detyru veten me i thy gjëjt
në mezhliset e ilmit që janë vendet tona. Kush nuk rrin në mezhliset e ilmit para hoxhallarëve, let ketë sa të ketë përvojë në udhëzim. Let fol sa të fol për ato që ka lexuar dhe ka mësuar. Ai s'mundet me qenë i mbrojtur nga lajthitja dhe devijimi i tij. Ai s'mundet me kuptu fenë Allahut si duhet. Ai s'mundet me motivu veten në adhurimet ndaj Allahut dhul xhelal. Kush largohet nga mezhliset e ilmit, ja leton vetvetes devijimin, edhe ja dobëson vetvetes ambicien e veprave të mira. Kush e detyron egon e tij, nefsin e tij me qëndru i krysur, i ulur në gjojnë para hoxhës së tij, ai ka më apo khairin dijes, ai ka më apo khairin islamit, ai ka më apo khairin adhurimit, ai ka më apo khairin davetit, ai ka më apo khairin xhamatit, ai ka më apo khairin jetës së tij. Ama kush tregohet mendje madh, për bozës, nënçmues, i injorues i mezhliseve të ilmit që janë në vendin tonë, elhamdulillah në bollok, ai njeri s'ka më apo khairin, as dini ti, as islami ti, në ahiret po flasën, në dunja ti mundesh me manipulu sa dush, ama te Allahu dhul xhelal nuk kemi fitu asgjë. Se jemi njerëz, gjithë na kemi hares, gjithë na kemi angazhime, gjithë na kemi nefs, gjithë na kemi dobësi. E këto mezhliset e ilmit janë ato që neve në shtojnë dijen, në i kthejnë meselet, në shtojnë vullnetin, në rrisin ambicjet, në e shtojnë dashnin, edhe normalisht në ngrohin shpirtin, edhe në e kujtojnë vdekjen. A vdekjen këtë na kena nevoj me kujtu, se sot jemi bashk, askush për neve nuk e din se ndrejk atakohemi përsëri. Unë e çuditna me shumë vllazën tonë besimtar, që janë pak të ri, i kanë 40 vjet apo 50. Si se kujtojnë vdekjen hiç. Si janë habite, janë mashtru të grumbullu pasuri. Si kanë haru se një ditë këtë kanë me elon. E kur folim na me ta, bujrum bën garet o vlla, jep një dinar për një punë të hajrit. E shef dorën xhep se shtin. A kënena ka bo pasuri, 1 shtëpi, 2 shtëpi, 3 shtëpi, 4 shtëpi, e kerë, tok, e dyqan. Po kemi lanë, o vlla, kemi lanë. Kur kush ka me ta ditë, jepe për Allah, qoje për vete, qoje atje, ku kime shku. 60 vjet i ke bon, hala ti pret me jetu. 70 i ke bon, hala pret. Kur do kthjellësh, kur do zgjohesh, kur do e kuptojsh se kjo botë është kalimtare, as on as ti s'kena me met, këtë kena me shku. Jep o vlla, shine dorën xhep, jep çat pasuri që të ka dhënë Allahu. Wa mimma razaqnahum yunfikun, pra asaj që na va japim, ata japin. S'është e jotja o vlla. S'është e jotja. S'është e jotja atë që ti e grumbullon, atë që ti e mbledh, s'është e jotja. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Leysa min malika illa ma anfaqtahu hakadha au hakadha." E kam dëgjuar nga Sheikh Abdul Qadir Arnauti, Allah e mëshiroft, dhe me xhenet firdaus e gëzoft. Këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ai sallallahu alaihi wasallam thoshte, nuk është e jotja nga pasuria, përveç asaj që e jep në djath, e jep përpara, e jep të majt, edhe e jep mbrapa. Veç ajo është e jotja, që ke dhon. Atë që e mbledh, atë që e grumbullon, ajo s'është e jotja. Ajo ka me imet atyre që vinë pas teje. Ata din, as ta din, atë falendrojnë, as falendrojnë, pikpytja e madhe. Po edhe me ta dit, po edhe me të falendrujt, kur gjos fiton të pja saj. Se ka mu hargjue në gjëra të rëndom të atësa jetë. A atë që ti e jep, a jetë pret atje. Çuditna me shumë besimtar, që Allahu ka dhonë, pa prit e pa kujtu. I njof para 30 vjetë ku kanë qenë. Edhe i njof sot ku kanë mëri. E di se sa kanë pas. Edhe e shof sa kanë mëri. Kretë kjo risk për Rabbul Aleminit. Furnizim për Allahu dhul xhelal.
Edhe kur I thu bujro më jep gajret, me nxes I jep 50 euro 100 euro. E kam bërë një jetë për vete do vllaznive, kur të mundohem I dhon ka 50 euro, thon maj për vete. 50 euro 100 euro për vete maj. Punë të mdoja zbohem me 50 euro 100 euro. Ti kur këshir për vete 100.000 euro punë të bësh. E 200.000 e 300.000, kur vjen puna për Allah 50 euro maj për vete. Të kofshin. Se s'ka me Islam për 50 euro të tuja. Mos u tall me muslimanët, mos u tall me punë të mdoja, mos u tall me xhenetin e Allahut Dhul Xhelal. Bono musliman serioz, I vërtet, I sinqert, I devotshëm. Bono burr. Jepi secili spun hakin e vet. Mos tenton me mashtru Rabbul Alamin se ne mashtron. E mashtron veç veten tonë. Nëse je dele e zezë, ki me met e zezë, edhe nëse përzihesh mes deleve të bardha. Kjo fe kërkon sinqeritet. Te Allahu kejt na edhe unë që foli, edhe ti që ndëgjon kejt na jemi pastër, kejt shifemi mrena jashtë. S'kena mundësi na me mashtru Rabbul Aleminin. Ti mund është me mashtru mua, unë me mashtru ti pa Allahun se me mashtrojmë. Andaj, kena nevojë na me u gëzu me këto të mira Zoti që na ka dhënë. E s'ka dyshim se ky mezhlis I khejrit pas namazit sabat është pe dhuratave më të mëdha që Allahu na ka dhënë. Nuk janë miliona që I kemi. Dikush për neve që I ka. E zengëllëkun që e ka, nuk është pasuria më e madhe, pasha Allahun e madh. Jo pse unë jam ligjerues, po pse mezhlisi është I tillë, është kohën më të mirë të ditës. Edhe kemi insistuar dhe alhamdulillah kemi bo sabër dhe kemi arrit sukses që 16 vjet për 2009 që kena fillu që 16 vjet nëntor, mujnë e kalumi kena bo 16 vjet që seminar. Thjesht për me falendrua Allahun pa kufi. Se që kjo është pasunia më e madhe se shumë pasuri tjera që na gëzohemi kur ato I grumbullojmë edhe I palejmë. Kjo është më e madhe. Lumaj që ka qenë me neve për fillim, e ka vazhdu me neve deri sot, e inshallah Allahu në epshnet e imër e vazhdojmë edhe shumë vite deri sa t'jemi gjallë. E mirë për ata që e kanë të pragu I shpis, e kanë të dera e shpis, e kanë 500 metre për shpis, e kanë 1 kilometre për shpis, edhe nuk gjenë kohën sabah, se janë zanë të fletë me artë me gjisët khejrit, e me fitu këtë bereqet Zotit. E mu mundue me ngja sahabeve, me mundu me ngja atyre, ashtu si kurse ata kanë dëgju hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na me ndëgju prej ulemave që I kanë grumbullu hadithet, mas sahabeve, I kanë bo këto libra, shumë të mira, shumë të begatshme, shumë të dobishme, edhe alhamdulillah dikush I ka sjellë gjuhën shqipe, ky libër Riyadus Salihin është alhamdulillah I përkthim gjuhën shqipe, edhe është në për librariat tona, e na mi lezu këto hadithe edhe me tentue, me përjetu këtë moment, kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë. E ky moment o vëlla, është më I shtrenjtë, është më I çmueshëm, është më I vlefshëm se këtë kontratat e bizneseve që I ke bote. Sepse biznesi jetë këtë botë. Përveç asaj që shfryzon për me fitu ahiretin. A kjo dituria, ajo ta kënaq shpirtin edhe zemrën këtë botë dhe është shpëtuesi më I mirë edhe më I madhjoti ditën kur tash për Allahun xhelal. Andaj Ebu Hurajra radhiyallahu anhu thike muslimanëve në Medinë, halummu ila mirathin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hajdi bujrum, merrni nga trashëgimia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ku ndahet e trashëgimi? Hajde te xhamia e tij ndahet. E hinin musliman xhamit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e pritshin qoshet ku ndahet pasuria. E nuk gjeshin njerëzit që ndajnë pasuri, po ngjeshin ulemat e sahabeve tu insu njerëzve fenë Allahut Dhul Xhelal. E thoshin ku janë ato pika të ndamjes pasurisë?
Ta nuk e shef filanin për sahabeve të mbaj ders, po. E filanin, po. Që këto janë pikat e ndamjes së trashëgimisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Na e faradojmë Allahun pa kufi, që në këtë vend, 5.000 kilometra larg Mekës dhe Medinës, ku shumë qafira janë mundu këtë islam me shkatru. Edhe sot ka, fatkesisht, edhe nga populli jon, njerëz që nuk e dojnë këtë fe. Mirë po ka dashur Allahu dhu xhelal me met ki islam. Nga sakrifica e madhe e ulemave dhe dietarëve musliman që kanë qenë këto vende tona para neve. Dhe ka mri ki islam deri sot këtu. Dhe elhamdulillah e faradojmë Allahun pa kufi që neve ne ka dhënë vullnetin, edhe na ka dhënë dashnin, edhe na ka dhënë diturin, edhe na ka dhënë seriozitetin, edhe na ka dhënë sabrin, edhe na me vazhdu që atë udhë të randë të vështirë që kanë pas ata para neve. Edhe me u mundu me përhap këtë dituri, me përhap të mësimet fesë Allahu dhu xhelal. Allahu e shpërbleft edhe se cilin, i cili me pranin e ti e ka ndihmu dhe e ka motivu këtë me gjist ilmit me vazhdu. Dhe me lejnë Allahu dhu xhelal nga ajo që shohim na prej dhuratave të Zotit dhe ndihmës së tij, këto me gjise kanë me vazhdu deri në kiamet këto vende. Elhamdulillah. Ama unë edhe ti o e shtojmë o e paksojmë, o e forcojmë o e dobësojmë, o e rrisim o e zvoglim. Unë edhe ti, na me vullnetin ton, na me entuziazmin ton, na me duatet tona, na me përkrahen ton, na me pjesëmarrjen ton. Na. E tash, tu ka mundësu ty një mexhlis me mendu veten si në kohët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tash kur e lexojmë këtë që ka thonë Imam Neviu rahimahullah se Iyad ibn Himari radiallahu anhu thot kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, unë edhe ti e vendosim veten në vendin e sahabeve. Edhe paramendojmë se jemi duke dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kthehemi 1400 vjet mbrapa. Edhe mbushet shpirti jon me emocione, me ndjenja, me dashni ndaj këtij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilin Allahu e zgjodhi dhe e dërgoi mëshirë për këtë botë. Mësues, edukator, pedagog, ndriçues i mendjeve dhe zemrave të njerëzve, që të cilën na duhet me dashur më shumë se vetveten tonë, o vllazni. Jo pasurin, po vetveten. Nëse na nuk e du Muhamedi sallallahu alaihi wasallam më shumë se veten ton, na se kemi imanin tamam. Jo pasuria jon, vetja jote. Duhet me qenë më pak e dashur te ti se sa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E ti si e gatshëm as pasurinë tonë me sakrifiku për ta përhap sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me vetë se cilin për neve këtu, kush e ka ble librin Riyadhus Salihin, të cilin jemi të e sharu 16 vjet, a dalin 2-3 veta, a nuk dalin. Pse se dikush të ta ble që hoxha më sharan, hazë dhe kanë. Po ku ta blesh të një libër të hadithit, të realisht e ndihmon projektin e përhapjes së hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ti bëhesh shërbetor i sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse ata ulema këtë jetën edhe kohën e tyre 60 vjet, 70 vjet jetës tyre kanë harxhu në shërbim të hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ti të e blen një libër me shumë pak kohë dhe shumë pak mund rënditesh edhe radhitesh në mesin atyre që shërbejnë sunetin e pejgamberit. Ama këtu na koprasia jon, shejtanllëku jon edhe këtu delshesh. Haj se hoxha le kam unë ngoj piti hazë pa parë. Pse me ble libër? Pse më harxhit parë? Na kamos për ditë harxojmë parë në kafe, edhe në qefe, kur vjen puna me ble një libër, neve kiamet na bëhet. Vjen shejtani e thot, pa se çka duhet? Kush e lexon? Po ti duhesh me lexu vëllav jam. Ti edhe fëmijët e tu duhet me lexu. Kur shkosh te shtëpia, jo me një telefon, si që rinë shumica e burrave sot, edhe grave, edhe fëmijëve. Po me lon telefonin edhe me marr librin.
e me nis me lezu hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e me sjell bereqetin e haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kësaj pjesë të shpalljes në shtëpiat tona. Andaj unë tu e lezu këtë hadith dhe këtë qarim, unë nalët dhe kjo pjesa kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë, edhe këtë një pjesë e këtyre kuptimeve më qarkullon kokën time, mendjen time, edhe thash sa për buzës të dhuntive Zotit jemi nasat. Sa pak jemi falëndrues për këtë mezhlis të hejri që në ka dhonë Allah. Sa i njërues këtyre të mirave Zotit jemi, sa me shkelm u bim këtyre të mira që në ka dhonë Allahu të gjerë. Pse? Se na flehet sabah. Pse? Se gjithë natë në kemi nejtë kotë me shokë. E vën se me ra me flehet në ora 10, kina ra me flehet në ora 12 e në ora 1. E masëne kur thirë e zoni sabahut, me nëgjës i qomi me farë sabahin, e të bim flejmë mas shabajt, se në zë gjumi, masëne. Po edhe kush këna ndërës të hoxha, në zë gjumi të folë hoxha. Se se mi botë irbije, në mas sabajt flejna për ditë. E ta shumë në dilat i së rrët qutë, zë gjumi. O vlat, fare sabahun edhe mos flejnë. Fare jacin edhe flejnë. Bërë në ora 10 me flejt, në ora 5 ki mu qu si dush, se 7 orë gjëmë, po edhe 11 me ra, në ora 5 e gjysëm, ki mu qu, se 6 orë e gjysë ki flejt. Edhe më svej ma sabajt, flej ma zdrejke, kur është sunet me flejt. Edhe ki me pasë si ka me shku jetë jote marë e mirë. Qona ma sabajt, pres deri në ora 9, qonë njëzit mi thinë telefon. Se s'ket janë të flejt. E kur i qenë në ora 8, kur i thirin telefon dika në ora 8 e gjysëm, e shofë vetë se u ka qupi gjumit. A u qove e bëha flete, jo, ke qut jam, që qut. I shive se i të fletë. O me ti gjumit. Ska ndryshim gjengjes tonë të fletë ma sabajt. E të mos dalë në gjamin sabaj. Ska ndryshim. Allah na udhëzofte, na farte, na mëshirofte. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.